Irani ka deklaruar dhe në Iran vendos prapë. Për gjithçka vendos lideri shpirtëror. Shkurtimisht se do t'ja fjalën e zotit Prenga. E fundit. Përpaja ti është që është haram të ndërtosh bombë. Është haram, thot. E fundit, e kuptoj. E fundit. Po nuk e besoni. Po, jo vetëm unë. Qartë. Amerika ka sulmu. Prit tash, po bëj pyetje tjetër. Amerika ka sulmu një qendër zhvillimesh bërthamore, dakor? Një industri nukleare. Kurse Irani thot, me sa kam dëgjuar nga media publike e Iranit, që çdo Amerikan kudo që tjetë, tani është armik për të sulmuar nga kushdo kudo. Të duket e drejt kjo, mendon që, ose më mirë me thonë mos me të pyet ty, është e vërtet kjo, që Irani ka deklaruar çdo Amerikan të, si me thonë, tabel qitje për këdo kudo, ndërkohë që Amerika ka sulmuar vetëm instalimet bërthamore. Është e vërtet kjo deklarat në median publike iraniane, apo jo? Kjo deklarat është e tillë që të sulmohet çdo Amerikan. Nuk e di sa është e vërtet kjo, por kur thuhet të sulmohet çdo iranian, bëhet fjalë për ushtarak. Jo iranian. Ushtarakët nuk ekzistojnë kjo tillë, nuk kemi grupe terroriste Shia. Shia nuk i bën këto gjëra. Po ndoshta ndonjë ISIS, por Shiat jo. Jo. Amerika nuk ka sulmu asnjë iranian. Amerika ka sulmu sistemin apo instalimet bërthamore. Kurse sulmuan ushtarët. Jo ushtarët. Ka sulmu instalimet bërthamore, nuk ka pas ushtarët. Jo, po them që e kanë sulmuar ushtarët amerikanë. Se s'ka ardhur populli thjesht, ka ardhur ushtarët. Dhe tani çdo ushtar amerikan është armik sepse ka sulmuar Iranin. Jo ushtar, jo, nuk është çdo ushtar amerikan, është çdo amerikan. Kudo që është edhe në rrugë. E keni keq kuptuar, nuk është e tillë. Nuk është e tillë? Dakor. Faleminderit.